bli një bilet dhe janë ndiqë 2 opera brenda një nate në Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor. Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor sjell për publikun një nga përballjet më të bukura të repertorit operistik. 2 kryevepra që qëndrojnë në skaje të kundërta të emocioneve njerëzore, por që bashkohen në një përjetim të vetëm artistik. Në njërin anë, Kavalleria Rusticana e Pietro Mascagnit, një dramë e fuqishme veriste që shpërthen me pasion, xhelozi dhe përfundon në tragjedi. Historia e Santuzës dhe Turidut vjen si një rrëfim i zhveshur nga iluzionet, ku ndjenjat njerëzore shfaqen në formën e tyre më të pastër dhe më të ditshme. Muzika e Mascagnit, e mbushur me tension dhe intensitet, e çon publikun drejt një kulmi emocional që lë gjumë të thella. Në skenë, këtë univers dramatik e sjellin Eva Golemi, Emanuela Pascu, Amadi Laga, Ivan Magri, Greta Zani, Armando Likaj, Ramona Tullumani, Renisa Laçka, me regji nga Renato Bonaiuto. Në anën tjetër, Gianni Schicchi e Giacomo Puccinit sjell një kthes të menjëhershme drejt ironisë dhe humorit, e ndërtuar mbi një histori plot zjuarsi dhe satirë. Kjo opera komike shpalos me fines absurditetin e lakmisë njerëzore. Me ritëm të gjallë dhe situata plot të papritura, Puccini krijon një univers ku e qeshura bëhet mjeti më i mprehtë i kritikës sociale. Këto 2 vepra të vendosura në të njëjtën mbrëmje krijojnë një kontrast të fortë që vetëm opera mund ta ofrojë. Nga dhimbja e thellë tek e qeshura, nga tragjedia që të shtrëngon zemrën te komedia që të bën të reflektosh. Ndodhemi tek Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit, një nga hapësirat më magjike të artit në vend. Këtu, ku për 4 net, do të shfaqen 2 opera, 2 botë krejt të kundërta, një tragjedi dhe një komedi, për të na çuar në një udhëtim me emocionesh. Eva, mirë se gjejmë, çfarë sjell të veçantë ky produksion? Atëherë ju na keni gjetur në provën gjenerale. Ky është një produksion shumë i veçantë dhe unë dua të falenderoj këtu drejtorin Aulon Naçi që na e ka sjellë këtë produksion, jo vetëm Kavalleria Rusticana, por edhe Gianni Schicchi. Janë 2 shfaqje të mrekullueshme, të jashtëzakonshme dhe unë pres që publiku ti mirëpresë dhe të kënaqet. Unë marr pjesë vetëm te Kavalleria Rusticana rolin e Santuzës, te Gianni Schicchi janë sopranot e tjera, por më dublon një mezzosoprano rumune dhe ajo goxha e mirë, shumë e mirë. Do shikoni spektakël, unë kaq di t'ju them. Çfarë mesazhi ose çfarë emocioni do të donit që të merrni në njerëzit pas daljes nga kjo shfaqje? Doja të merrni një mesazh të bukur, mesazhin e dashurisë. Dashuroni njerëz sa më shumë sepse nuk i vjen e keqja nga dashuria. Unë e them gjithmonë, dashuria është gjëja më sublime që mund t'i dalli njeriu. Faleminderit juve. Përshëndetje, ju kemi shkëputur pak nga provat. Si ka qenë gjithë kjo eksperiencë për ju? Atëherë, kjo është një vepër që ne e risjellim, pak me ndryshime të vogla në cast, me regjin, gjëra të vogla sepse regjizore është po Ada Gura. Është një cast fantastik, jemi të gjithë energji, sepse është e tillë, është edhe vepra, është komedi, është sarkazëm, është gjithçka e përfshirë në këtë vepër një orë, dhe realisht është tamam një nga këto komeditë fantastike që i sheh vetëm nëpër teatro të rëndësishme. Çfarë ju ka pëlqyer më shumë tek personazhi juaj?
me thënë të drejtën, unë jam mezzosoprano dhe zakonisht në mezzosoprano gjithmonë kemi role pak jo adapte për moshën, le të themi. Unë bëj gjithmonë rolet e plakave dhe këtu jam në rolin e një plake. Jam pak shumë prepotente, pasur, por që gjithmonë brenda kontekstit të veprës është shumë interesante sepse konteksti i veprës është që vdes i pari i familjes, i pasur i familjes dhe të gjithë nuk qajmë atë, po qajmë se kush do parë më shumë para. Dhe unë jam ajo e para që jam plaka mbas atij dhe dua të kem më shumë nga të gjithë të rinjt. Dhe le të themi që kjo shfaqje është shumë ndryshe nga çdo gjë klasike që jemi mësuar deri tani, duke qenë se janë 2 opera brenda një nate. Në fakt, e bukura e kësaj është që e nisim me një, le të themi, tragjedi apo diçka serioze, pak më me dashuri të madhe, ndërsa pjesa tjetër e dyta është ajo dramatizimi i gjendjes parë, le të themi. Çfarë do doni që të merrnin njerëzit, publiku nga kjo shfaqje? Në fakt, ka realitet në të dyja gjë, në të dyja veprat, ka një lloj realiteti që të gjithë e prekim dhe e shohim çdo ditë. Kështu që besoj që kushdo që do të vi do ta shohë dhe do ta gjejë veten nga pak në çdo personazh të caktuar. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit juve. Na tregoni pak sa e vështirë ose sfiduese ka qenë përshtatja juaj me këtë rol. Çfarë ka sjellë ndryshe për ju profesionalisht? Është një vepër që ne kemi bërë përpara 2 viteve. Dhe përsëri është sfiduese dhe e vështirë pikërisht sepse unë i përkas një vokaliteti tjetër. Ajo është një vepër për bas, ndërsa unë jam bariton dhe jam përpjekur që të përshtatem sa më mirë në vokalitetin e kërkuar, pra në ngjyrën, në timbrin e kërkuar. Dhe gjithashtu mosha ime e re, ndërkohë personazhi është 70 vjeç. Dhe kështu më është dashur që të kërrusem pak, të kem disa tike në përduar që t'i përshtatem sa më mirë personazhit. Është një rol impenjativ, është një vepër në tërësi shumë impenjative, që kërkon përgatitje jo vetëm nga ana aktoriale, por dhe nga ana muzikore, solfezhike të madhe. Na tregoni pak më tepër për këtë opera, për këtë shfaqje, çfarë do t'i pëlqejë më shumë njerëzve nga kjo? Është aktuale, gjithmonë mbetet, edhe pse vepra zhvillohet në vitin 1200, është një vepër që lidhet me pronën. Domethënë, gjithmonë kudo është problematika e pronës, janë fiset që kërkojnë pronat e tyre, që kërkojnë pasuritë, në brenda në familje gjithmonë bëhen ndarje pasurish, dhe është një vepër se thuash që vjen dhe jep një mesazh tepër të rëndësishëm nëpërmjet humorit, nëpërmjet notave sarkastike. Dhe kjo është pikërisht, si thua, Chelsea që është kaq aktuale, vjen e freskët dhe ka shumë humor në publik. Besoj që do jetë tepër e dashur nga publiku. Unë jam regjizore e veprës së dytë Xhanis Kiki. Okej, çfarë mund na thoni diçka më tepër për këtë vepër? Atëherë, vepra Xhanis Kiki, opera Xhanis Kiki e Puccinit është një vepër e cila idenë e saj dhe fabulën e ka tepër dramatike dhe pse e veshur me një pëlhur komike. Është një familja e Bozo Donatit, të cilët mblidhen të gjithë pasi ai ka vdekur dhe këta të gjithë duan pasurinë e tij. Në të vërtetë ai të gjithë këtë pasuri nuk e ka dhënë familjarëve të tij, po ja ka dhënë kishës. Dhe familjarët gjejnë testamentin, e ndryshojnë testamentin fal ndihmës së Xhanis Kikit, i cili tregohet më i mençur se sa familja e Bozo Donatit dhe gjithçka ja le vetes së tij. Por në të vërtetë jo për veten e tij, por për vajzën e tij që është e dashuruar me nipin e familjes Bozo Donatit. Ajo që është tepër interesante dhe këndshme në këtë vepër është që në disa momente përmendet Dante Alighieri. Dhe përmendet për një arsye sepse kjo histori është shkruar në La Divina Commedia dhe flitet për familjen Donati dhe në të vërtetë familja Donati është familja që ka përjardhjen bashkëshortja e Dante Alighierit. Pra ka disa ngacmime brenda shumë interesante. Është një komedi e zezë. Unë jam përpjekur shumë të punoj mbi karakteret e personazheve, mbi gjitha duke qenë edhe që unë jam shumë vite që punoj në teatr të operës dhe të gjithë artistët me cilët bashkëpunoj janë kolegët e mi dhe kemi shumë vite që punojmë me njëri tjetrin, i njohim të mirat edhe më të mirat e tyre në skenë dhe jam përpjekur që t'i evidentoj gjithsecilin dhe t'i jap një karakteristikë dhe një karakter që të jetë sa komik aq edhe tragjik brenda në rolin e tyre.
Shpresoj që publiku në këtë një orë që zgjat kjo vepër të kënaqet, të kapi thelbin e kësaj vepre që është që pasuria s'është në fund të ditës nuk është asgjë, sepse edhe kur ikëm nuk marrim me vete asgjë, dhe të shijojmë jetën sa më tepër të jetë e mundur me gjithçka të mirë që ka brenda. Dhe cili është momenti më kulminant ose momenti që do bëj më shumë për vete audiencën nga kjo vepër? Gjatë Xhaniskikit? Është shumë e vështirë për mua ta zgjedh se kush është momenti, por është një vepër e cila në atë një orë ndahet në 2-3 momente të ndryshme. Momenti i parë është ku familjarët janë më të rëndësishëm, pra kërkimi, gjetja e testamentit dhe gjithçka. Më pas është futja e Xhaniskikit dhe gjetja e tij për ta zhbërë testamentin. Pra, që dhe ajo është shumë interesant dhe se si ai arrin me inteligjencën e tij të manovrojë të gjithë këtë familjen e Donatit, të cilët janë të pasur, të kulturuar, të edukuar, ndërkohë që Xhani është një ndër pasanikët e rinj e quajnë ata. Pra jo të njëjtit nivel. Dhe pjesa e tretë pastaj është momenti kur ata shohin se si pasuria e tyre i rrëshqet nga duar, domethënë këto janë 3 fragmentet më të këndshme të veprës. Shumë faleminderit. Të lutem. C'è una persona sola che ci può consigliare, forse salvare. Ju do t'jeni tek të dyja veprat, sa impenjative ka qenë për ju që të jeni brenda një shfaqje kaq të gjatë dhe brenda 2 botëve kaq të ndryshme nga njëra tjetra? Në fakt, kur thash po, nuk e mendova kaq gjatë, të them të drejtën, sepse rolet të mëdha kam bërë pafund, por ka qenë gjithmonë i njëjti personazh në gjendje të ndryshme, ndjenjash, momentesh, dhe prap nuk është e vështirë, është më thjeshtë sepse hyn roli dhe përfundon ai rol. Kësaj radhe janë mirë që janë 2 role, por janë dhe kaq të ndryshme nga njëra tjetra, sa ju nuk e keni iden. Te Kavaleria Rustikane, roli i Lolës është një femër shumë e lëvizur, e cila tradhton burrin e saj me një burr tjetër, ai e zbulon, aty bëhet gjithë drama, do të thënë gjithë tragjedia është faji i kësaj gruaje, e kësaj femre që është Lola, është personazhi im. Kurse te Xhaniskiki jam kjo vajza e re, e cila i lutet babit vet që ta lejoj të dashurohet me Rinuccion, me këtë djalin që ajo e do kaq shumë. Dhe nuk di çfarë të bëj që t'ja mbushi mendjen babit të saj, duke i thënë që unë do hidhem edhe nga ura. Do bëj, nuk e di, lëvizje të pa mundura për një vajzë të re fare, vetëm që t'ja mbushi mendjen babit që të lidhet me këtë djalin. Imagjino sa ndryshme janë dhe sa diferente janë. Megjithatë, jam shumë e lumtur që jam në premier. Është unë këtë Xhaniskikin, rolin e Lauretës, e kam luajtur në operën e Sofis shumë herë. Dhe ka qenë gjithmonë e bashkangjitur me një balet, asnjëherë me vepër tjetër. Kësaj radhe për mua është vërtet një jumping i ri, një risi për mua edhe si aktore, edhe si soprano, edhe si këngëtare. Është vërtet një emocion që do më lodhi nga ana shpirtërore për të dhënë çfarë mundem unë para publikut, qoftë tek Lola, qoftë edhe te Laureta. A është sfiduese për ju që të kalonit nga këto 2 gjendje të ndryshme emocionale, shpirtërore, nga ana artistike, a keni një ritual, një sekret për të ndryshuar kaq shpejt nga njëra tek tjetra? Një regjisor austriak, kur kam punuar një herë në Vjenë për Dasmën e Figaros, fjalia që më tha, unë nuk do ta harroj asnjëherë. Ti tha, në duart e regjisorit je një plastelin, e cila në çdo moment mund të ndryshojë formë boll që ti jesh në duart e tij. Unë këtë nuk do të harroj kur. Ai thoshte kjo mund të bëhet pa problem një nën e cila i ka vdekur fëmia dhe do vrasi veten, dhe mbas pak mund të bëhet një Adele te Fledermaus, që është ajo shërbëtorja që luan lozënjare, që që bën numra të ndryshme me padronin e saj, me atë kryesorin e shtëpisë. Pastaj mund të jem edhe një Violet, e cila është ajo dama e kompanisë, dama kryesore në një ballo, kana tjetër mund të jem edhe një Murgesh, shumë serioze, e cila e vuan shumë humbjen e djalit të saj. Domethënë unë jam e gatshme që të bëj brenda pak minutave disa personazhe. Këtë e kam aftësi, e cila është një plus shumë i madh për profesionin tim. Faleminderit dhe shumë sukses. Faleminderit juve. Mirë se ju gjejmë këtu, mund të themi në pjesën më të rëndësishme, përgatitore të gjithë personazheve. Sa e vështirë ka qenë për ju përgatitja e gjithë këtyre karaktereve, personazheve për 2 vepra krejtësisht të ndryshme, jo vetëm në gjendje emocionale, por edhe në epoka të ndryshme?
të ndërtosh personazhet është një nga gjërat më të bukura që unë përpiqem të bëj dhe kam përgjithë jetën time, por duke qenë dy zhanre të ndryshme, mundohesh që t'i japësh atë energji që duhet, që kërkon këngëtari në radhë parë, regjizori, por mbi të gjitha dhe ai që ka shkruar veprën. Domethënë ti duhet i përshtatesh të gjitha gjërat për të nxjerrë atë gjë që në fund fare ta japin dorë trokitjet e publikut. Kështu që unë mundohem që të arrij atë që duhet të arrij, por gjithmonë pres që edhe shikimin e të tjerëve, kur shikimi është i qeshur, është optimist, këngëtari ndihet mirë, unë ndihem e realizuar në atë që kam bërë dhe jam përpjekur gjithmonë që bashkëpunimi me këngëtarin të jetë i barabartë. Domethënë nuk mundohem që atë që unë duhet bëj që e realizoj, se gjithmonë atë që unë duhet bëj e realizoj, po e çoj në atë mënyrë që dhe këngëtari të ndihet i kënaqur dhe kjo kënaqje është dorë trokitja e publikut, çdo gjë për atë është pastaj. Dhe duke qenë edhe një kast shumë i madh, si arrini që të gjithë t'i përshtasni brenda një vepre, brenda një epoke, por gjithashtu që secili të ketë edhe naturalitetin, origjinalitetin e tij, nga ju vjen frymëzimi? Të thash, duke u njohur me veprën, domethënë si e ka menduar kompozitori atë vepër, unë marr çka ka menduar ai me atë që kërkohet, atë që thash në fillim që kërkohet dhe çfarë ka aktori për t'ia dhënë. Domethënë marr dhe atë që ka aktori për t'ia dhënë. Dhe për mua është një bashkëpunim shumë dashamirës dhe misia ime me këta është pikërisht kjo, sepse në fundit kur merren falënderimet, të gjithë falenderojmë njëri tjetrin. Dhe kjo është ajo që na ka bërë të ecim përpara në këtë institucion që për mua opera është një magji në llojin e vet. My name is Sergio Lapont and I'm the music director of the two operas that we are presenting, which are Cavalleria Rusticana by Pietro Mascagni and Gianni Schicchi by Giacomo Puccini. Gianni Schicchi takes part of a trilogy together composed by Il Tavarro, Suor Angelica and Gianni Schicchi, and we are playing just the last piece of this trilogy to close our diptych. We are doing two operas in one night, and starting with Cavalleria Rusticana and ending with Gianni Schicchi. And what is the most exciting part of this whole play? Well, I have to say that it's difficult to remark one point because both operas are totally amazing, are full of exuberance. We are in the end of 19th century in the case of Cavalleria Rusticana, premiered on 1890, and 1920. Gianni Schicchi, by the way, is the last score by Puccini written till the end. It's not the last opera because he started also La Rondine and Turandot, but was the last premiered and totally ended by him. So exciting to play two different pieces. The first one is probably the most representative piece of realism, which is in English verismo, in Italian verismo, and is a story that could happen to any of us, and that's something that make it so real. And the music is all the time with trueness, with all the rough moments and the soft moments that the soul sometimes we feel in the life, the pain and the jealousy and many feelings. They are masterfully
depict in Cavalleria Rusticana. Janis Kiki instead, it's a piece that it's a comedy, and Puccini only wrote, as did, for example, Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi did two comic operas, but was the last one, Falstaff, that was the masterpiece. And in this case, Janis Kiki is the only comical opera by Puccini, and I have to say that is a masterpiece. It's very, very, very funny, and the orchestration and the way of depicting the music is just masterful. So, what is your role in this play? How can we describe it? We can describe it with a word. He's a father. He's a father that tried to do his best for her daughter, and he found the situation, the positive situation, and turned it out for him, for the best for him. And so this horrible thing to do another heritage and also make a substitution inside the bed of a dead person is for a positive horizon. Is this your first time in Tirana? No, I've done many times. It's I think is the role that I've played the most, I think. Yeah. I like very much. I like very much this role, and it's a great joy to sing it. Arba, si ndihesh je pjesë e kësaj skene kaq të madhe? Ndihem shumë e emocionuar, po edhe e gëzuar, sepse domethënë duke e ditur që atje ka shumë njerëz që më shohin edhe jam kështu, domethënë wow. Na thuaj pak për rolin tënd. Domethënë unë jam një rol super aktiv që domethënë të gjithë janë të mërzitur sepse vdes një milioner që e kanë edhe familjar, kurse unë jam i vetmi fëmijë që nuk kupton asnjë gjë dhe thotë ç'a po ndodh edhe jam domethënë si më thën përqeshur. Çfarë të pëlqen ty më shumë nga gjithë kjo përfshirja jote? Gjithçka. Se kur dal aty thjesht shikoj skenën plot edhe më duket sikur kam dal, sikur po më shef gjithë bota. Kasti i pasur artistik sjell në jetë këtë komedi brillante janë Bruno Tadia, Ramona Tullumani, Nina Muho, Renisa Laçka, Ivana Hoxha, Francesco Lucci, Matias Gjeli, Roel Lupo, Dorina Selimaj, Arba Ahmeti, Bledar Domi, Artur Vera, Genc Vozga, Simona Karafili, Erion Sheri, Ogert Islami, Kristo Qerama, Metin Jupe, me regji nga Ada Gura dhe kostumografia Edlira Qyshka. Orkestra dhe kori teatrit kombëtar të operas, baletit dhe ansamblit popullor me dirigent Sergio Alapont, dirigent kori Dritan Lumshi, koncertmaestër Herta Cane, Igli Rapaj, koncertmaestër kori Ingrid Pulizo dhe mjeshtër grimi dhe paruke Bebeka Alla. Shfaqjet do të zhvillohen në datat 3, 4, 6 dhe 7 prill, ora 20, duke ofruar 4 mbrëmje, ku publiku do të udhëtojë mes 2 ekstremeve të shpirtit njerëzor. Një takim me operën që nuk është thjesht një shfaqje, por një përjetim i dyfisht emocionesh, aty ku loti dhe e qeshura ndajnë të njëjtën skenë.